hej, bure me kanë rregullu rrugën, faleminderit vllazko për intervenimin. Okej, na ardhëm me këqyr intervenimin të rruga në fjalë, është rruga Avne Kutlovci në Hajvali. Këqëreni çysh ka qenë në reportazhin e parë që e kemi bo. Kjo është prej vjeshtës, të më thonë vjeshtës kalume. Neve mes gypat kanalizimit na kthehet ujtë mrena mu, pikërisht mu ka kthym për rrugë. Do me thonë ka pas problem masiv, përveç rrugës që ka qenë bllokume, edhe me kanalizim, me rrjet kanalizimit për 20 vite kam pas problem këta banor. 8 muaj ka qenë rruga e bllokume, jam tepër i lumtur që rruga është hap, qashtu qysh na kam premtu prej drejtorisë investimeve kapitale qëre, 1-2 javë u shty prej datës ku më kam premtu, po masi u kërgjim fond, s'pe bujnë atë madhe atë punë. Po maksimumi 15 ditë na e sanojnë këtë gjendje. Perfekt, Liridon, do me thonë 15 ditë prej sot, ajo rrugë me qenë e kalueshme. Prej sot, ajo rrugë me qenë e kalueshme. Qysh po e sheni është hap rruga, është vendos rrjeti gypi i ri i kanalizimit poshtë, është vendos gypi i ujrave atmosferik, ndërkohë derisa të flasim me Liridonin, mos harroni që to operimet e mia në teren i mundson posta izi, posta ma kredibile në Kosovë, do me thonë me çfarë standarde funksionojnë ata, jenë të papame në Kosovë, Delta Group, rrjeti i pompave me 21 pika dhe Babun Kosova, e downloadoni në App Store, keni këtë restorantet aty. Zotni, jo jetoni këtu në rrugën Avni Kutlovci, ja? Po, këtu jetojmë. Qysh po do këtë ashte, prej reportazhit fundit do me thonë këtu na ka qenë gjendja të mërshme kur kemi qenë. Krejtësisht e pakalueshme, po për ma tepër s'ka pas as kanalizim. Tash kanalizimin e pas kanë vendos. Qashtu e kanë rregullue, kanë riparue, po do me thonë. Po. Mirë po, nëse se këtu ka qenë, që kjo rrugë mbyllën ka qenë gati 8 muaj ditë. 8 muaj, ja? Po, 8 muaj. Okay. Tash është rregullu, tash është bo mirë po na presëm veç edhe që të në veturina që ka në metë që ta dheo e lisat që ta me u regullu edhe është bo mirë. Tash më ta është mirë shumë, po edhe ujtë për shamë të qili ka të bjenë, nuk ka shkoll mani, se u bloku edhe re kanë lonë gjysë, kanë lonë plepë, kanë lonë ketë. Gjithsesi, që tash ti ka me orë nga drejtoria investimeve, këtu ka me orë dhe i personi edhe kena mi thonë, ako mu pastru kjo, këto degë që i kanë hekë. Degë që i kanë hekë, kanë lonë ketë, kanë lonë për rrugë, tash ujtë këtë gjë ujë marë, ujë shivit. No, apët kanë me posë më ki problem se mushët të mushët. Ja, pa ja bo një rrugë këto. Pa ja bo një rrugë ka qare. E vërtet. Kallëzëm ti qysh po do këtë? Mirë. Se keni hekë këto do me thonë në derë të shpisë. Kena hekë derë shpisë, ka bo dëm. Dëm ka bo mu e vlovit e tyme po. Stashme më ta është mirë shumë. Që kanë pas kanë rregullue. Edhe kanalizimin. Edhe kanalizimin e kanë bo mirë rrugën shumë. Edhe shokët e kanë lonë këtu është midis. Po. Tash hen me kërë në bërton, se lëks të bu, do me thonë me i me kërë. Mirë shumë, faleminderit për juve shumë. Shumë për që keni intervenue të sen që keni bo. Gypi i kanalizimit më thonë që është vendos poshtë, është i padokshëm normalisht? Gypi i kanalizimit është, dhe më thonë, 2 metra poshtë cevit. A keni hekë shumë ma herët? Valoj gjithë. Po, a? Valoj gjithë, që 20 vjetë këna postë gjithë problem. Po, a? Ma në fund? Ma në fund të herën e po që ushtu hi kanalizimi këtu, nuk këna posë problem një vjetë. Mas një vjetë këna posë problem, hortë vakë gjithë. Si one, si gjolli mitës, si vlovi jam, si në altë ketë shokta e kanalizimit i ka shti gjupët e vogël, ujtë e shivit që ka qakolluë u hi edhe në cevë trekës, edhe këmbo bashkë edhe ka dollë ujtë ketë për shokta, për më imbu shokta. Kjo ja u letësën jetën këgja për çdo sezon kur ka shi. Na letonë shumë bile. Po, burim na këto kena intervenu, është hap faktikisht këtë kanal sezonin e dimri, gjithsesht mujin janar kur ka pas shumë vërshime në këtë pjesë, për shkak se gypat e kanalizimit fekal kalojnë nëpër prona private, nëpër obora, dhe natyrisht njerëzit gjatë ndërtimeve kanë bërë edhe dëmtime her pas here. Gjatë kohës janarit kur pat shumë vërshime, na kena intervenuar, kena hapi, kena shkarku ujin, edhe rrjedhimisht e kena zgjidhur problemin e ujit nëpër prona, nëpër banor, nëpër shtëpi e kështu me radhë. Edhe tash kena hyrë, kena rregulluar komplet infrastrukturën ndërkohore, kena rrjetin e kanalizimit fekal e kena lidhur komplet, e kena botri, kena lidhë pusetat që kanë qenë që sjellin ujin këtu, edhe është trajtu, pra që shkëshë edhe është hapë rruga, personi në avat që ma në fund po mënët me shti kerën mas 8 muje në garaj, do me dhonë, loq. Po, sigurisht, Liridon, një probleme pat, Pola tha që kjo dhejt, që to lisa që janë nxjerr, do me dhonë, ako mu pastru këto edhe ako mu kriju një kanal për ujnat atmosferik, se apet rreziku me u grumbullu këto me mi. Po, e kena lajmëruar ndërmarrjen e hortikulturës, ata kanë marrë me pastru këta drojt që janë dëmtu këtu, kanë
hop kanalin edhe natyrisht ky uji atmosferik ka me vazhdu qysh ka me vazhdu gjithmonë nëpër kanalin e vet. Fekali veç është zgjidhur poshtë me puseta, dhe unë besoj që në kjo lagje mos ka me pas. Kur vjen kom më pastru këto, kur ka me intervenu? Ndigjam, ata janë të intervenu në për disa zona. Edhe sipas planit operativ tashmë nuk ka urgjencë këtu, se jena në sezon kur nuk ka në shumë shije kështu. Unë besoj për 10 ditë 15 ditë ata rrinë këtu e pastrojnë komplet këtë pjesë, hapet kanali dhe gjithçka ka me funksionuar. Liridan, na sigurisht dëgjohemi pas 15 ditëve apet, unë të falenderoj ty shumë që asnjëherë nuk priton me u prononcu edhe kur gjanat se më thonë jam pak ma treki, nuk janë qas thjeshta, kështu që të falenderoj shumë që je gjithmonë i qasshëm për gazetarë dhe për qytetarë. Burim na e kemi obligim qytetar, në fundit aty ku jemi edhe për shkak të qytetarëve, edhe kështu që absolutisht nuk pritoj, sa herë që ka interes të përbashkët, interes të qytetit Prishtinës, unë jam që aty edhe jam ju përgjigj, jena për me bozi dhe ka njëherë fatkeqësisht vonomi ka pak, por jo krejt senet varen prej neve, jo krejt kontratat i kemi të mundshme me intervenu me njëherë, mirë po t'jeni të sigurt ju edhe gjithë qytetarët e Prishtinës që asnjë punë nuk e harrojmë, asnjë punë nuk e neglizhojmë, edhe jemi të gatshëm që Prishtinën me bë qytet ashtu siç ka je. Ka që ishte nga rruga Avnikut Llovci në Ajvali, një problema pak, na kanë metë edhe 1 milion tjera në krejt Kosovën, unë jam Burim Pacolli, mos harroni me që ta mërim gjenin këtë platformat, siguroni një follow me ma bu.